Me ndeshjen finale mes ekipeve të shkollës së mesme Risto Ristevski Riçko e Prilepit dhe shkolla e mesme Metodi Mitevski Brico nga Shkupi, përfunduan garat shtetërore të futsallit, ku krahas ekipeve finaliste morën pjesë dhe ekipi i shkollës së mesme ekonomike të Tetovës dhe një ekip i shkollës së mesme nga Velesi. Në finalen e këtij turneu i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili e gjuajti topin e parë në fillim të ndeshjes finale. Organizatori këtij turneu shtetëror të futsallit është Lidhja e Sporteve Shkollore Komunale të Tetovës në bashkëpunim me komunën e Tetovës dhe organizimin teknik nga Shkolla e Mesme Ekonomike 8 Shtatori. Këtë e pohoi profesori i edukatës fizike Bujar Ibrahimi. Këto gara i organizon Lidhja e Sportive Shkollore Komunale Tetovë, gjithashtu në bashkëpunim me komunën e Tetovës, si dhe Nikoqira është vetë shkolla Shmek 8 Shtatori, domethënë shkolla ekonomike. Në këto gara do marrin pjesë 4 shkolla, të më të mira në Republikë. Domethënë janë shkolla nga Velesi, nga Prilepi, nga Shkupi dhe Nikoqiri shkolla ekonomike. Kemi 4 ndeshje, hallet edhe kampioni shtetëror këtu. Për gjitha skuadra keq shpërblime, domethënë jepet kupa, pehara edhe për lojtar më i miri i këtij turneut. Fituesi i turneut në futsal për shkollat e mesme doli shkolla e mesme Risto Ristevski Riçko nga Prilepi, vendi i dytë i takoi shkollës së mesme Metodi Mitevski Brico nga Shkupi, vendi i tretë të shkollës së mesme ekonomike 8 Shtatori të Tetovës dhe vendi i katërt ekipit të shkollës së mesme Kole Nedelkovski nga Velesi. Për 3 ekipet e para u ndajtën kupa dhe mirënjohje.